tani tek receta tjetër. Me çfarë vazhdojmë? Ndërkohë ju merreni dhe përbërësit, e keni të Mara. Por, jo vetëm kaq, sepse e kam sjellë në një mënyrë akoma dhe më të kohës. Pra më me shije. Vendos direkt vatrën, pulën, i heq gjërat që mua nuk më duhen. Me arra, t'i shojmë pak përbërësit dhe pastaj do ta vërejmë gjatë gatimit ndryshimet që janë bërë për ta sjellë pak më të thjeshtë edhe për ju, më praktike, dhe për të provuar një shije pak më ndryshe, më të kohës. Ju duhet një pul me satare, 1 litër lëng pule, 2 lugë gjalp, 2 lugë vaj ulliri, 3 lugë gjelle miell mistri, 2 lugë gjelle miell gruri, 2 lugë gjelle lëng portokalli ose lëng limoni, 5-6 thelpinj hudhër, 1 lugë çaj kurkuma, që do t'i japi pak ngjyrë më të artë, 1 lugë çaj piperi kuq i ëmbël, arra të thermuara, krip, piper i zi. Pra, le të provojmë një recetë ndryshe, por vetëm se do ta gatuajmë menjëherë pasi të kthehemi nga shkëputja e parë e radhës. Fillojmë ta përgatisim recetën e pulës me qull. I kemi lexuar përbërësit, i shihni dhe mbi tryez, pak të ndryshe nga ajo çka e kemi përgatitur edhe më herët. Tani do fillojmë me kaudisjen, skuqjen e pulës. Tek një pul, unë zgjedh disa pjesë për shembull, nëse ne jemi 3 pjesëtar, 4 pjesëtar, unë zgjedh gjithmonë çfarë ne kemi dëshirë. Sepse kur merr pulën, kjo është benefiti. Mua më pëlqen bishti. Bishti të pëlqen? Bishti krahët qapa. Më mi kocka me lëpi se sa mish me ungi. Kështu thon shkodranët. Më pëlqen pjesa e kofshëve dhe pjesa e gjoksit, mishi bardh. Dikur ku kam qenë fëmijë, kam dashur, opa. Ma vash, për flisja për mirë, po. Kam dashur gjithmonë kofshën. Mishi bardh vërtet është ai koncepti që është më nuk ka shije, por është i shëndetshëm, patjetër që e dim atë gjë. Unë lë gjithmonë lëkurën për ta gatuar dhe më pas e largoj, sepse lëkurën e dim që ka yndyrën dhe është ajo yndyra e mirë. Më pas e largojmë, nuk e konsumojmë. Gjithmonë duke shtuar vajin. E kur thuheshin dikur që një supë pule tha të ngrihesh nga krevati, nga viroza, nga i gripi. Pikërisht, jo vetëm për pjesën e mishit që ka kockat, po edhe te lëkura, se te lëkura ndodhet antibiotiku natyral i pulës. Pra, më mirë të mos e largojmë. Okej, mund të mos e konsumojmë pasi ajo ka zier, por gjatë zierjes ajo i ka lëshuar vlerat e saj, kështu që lëreni të ziejë dhe pastaj po deshët e largoni, nëse nuk e përballoni dot për shkak të yndyrnave. Çfarë ne duhet kemi kujdes, e dim shumë mirë, që te krahët bishti është gjithmonë që bëhen vaksinimi i shpendëve. Po ti pse e pëlqeve bishtin? Pse pëlqen ta konsumosh? Po se më pëlqen. Pëlqen shija. Ajo që më pëlqen asnjëherë nuk ka një sqarim se, sepse sa më shumë mishi të jetë afër kockave, ka më shijen më të duhur. Jo, nga që po thua për vaksinat e kështu duhet mos e aty është. Kur ti e di që këto puna vaksinohen apo jo? Luan me zjarin. Dëgjoj, një bricjap gjithmonë luan me zjarin. Kërkon të ketë gjithmonë eterin dhe gjithmonë është sundues i fjalës së vet, sepse ka shumë guxim. Ne vjegjëreshat i analizojmë çik me shumë detaje situata. Pastaj bricjapi është artist. Shumë analitik. Bricjapi është artist në shpirt. Që kështu gjithmonë guxon, luan. Dhe aty ku luajmë, vetëm me vaj nuk luaj dot se nxizë më djeg. Ja, shikoj. Sa bukura. Ja. E marrë këtej, sepse vetëm këthim nga tigani nuk kanë kofshët, ose pjesët e tjera të mishit. Ja. Mira duket. E lë sërish pakës me arat i grimsoj. Kam shtuar opsionale kajsi. Fiq të thatë. Në njerë më shije kanë kështu të thata, kajsit, se sa... Çfarë të dëshironi ju? Nuk i kam zbutur fare në ujë.
dhe direkt largoj. Shtoj. Ose lëng portokalli, ose lëng limoni për ta bërë disi pak më ndryshe shijen. Nëse, pra, thash, do ta sjell në një mënyrë që të jetë edhe më e kohës. Shtoj pak mjalt. Hajde, çfarë shihesh? Unë gjithmonë kam ardhur me recetat të traditës, por e mira është që të jem, sepse nuk na shohin vetëm zonjat e ambisat të një moshë. Do të testojmë dhe ambisat të kanë gjitha ato produktet që ne po i përgatisim. Nuk janë produkte ekstra ose që të pa do të shtoj përballueshme. Frutat e thata. Normalisht këto receta i kam recetat e librit dhe më pëlqen që gjën e parë ta ndaj me ju. Pra kemi një libër në orizont. Po. Super. Unë e dija, po këtë e thash për anvisat. Shtoj dhe disa ara, sërish, nuk i pjek, por i lë që të jenë me lëngun e mishit. Kam thelpit e hudrës që e kam theksuar këto kohë që më pëlqen shumë që unë t'i kem të bëj prerjen me thik. Krip, më pas do t'a rregulloj shijen e kripës, sepse normalisht duhet pak më tepër, piperin dhe fara speci djegës. Ne jemi mësuar që tek qulli, pul me qull dhe me ara, tradicionalen, ne të shtojmë dafinën dhe lëngun e limonit. Duke e bërë pak më të ëmbël dhe në shijen e rosës, thjesht unë të shtoja dhe karot. Nuk po i shtoj dhe kam shtuar, kam zgjedhur të shtoj frutat e thata. Merr të shkëlqimin, të zjerjen, patjetër duhet të shtoj pakës fare ujë. Kjo ujë është? Po, pas kam këtu. Që mos na ngjitin ato frutat, sepse kajsia dihet që do të karamelizohesh. I shtoj avash masën e ujit. Edhe një 2-3 thelpinj hudhër, se pula me qull me hudhra nuk do të ndjehet aq shumë sa ajo e traditës, si hudhra, sepse do ta mbysin edhe aromat e tjera. Por që ja kemi disa fishuar vlerat të recetës, duke i shtuar edhe këto produktet shtesë sot. Çfarë mi shkon? Mi shkon shumë, mi shkon dhe mi vjen paksa rozmarina që të tillë siç e kam e vendos këtu, sepse dua ta largoj më pas. Shtoj lëkurën e një limoni. Duke mos prekur të bardhën, pjesën e bardhë të limonit, pra shtresën e dytë. Lëkur, pjesa e bardhë, membrana, tuli, lëngu. Këto janë shtresat e limonit. Vallai Albana, unë zota qoja fare pul me qull këtë recet. Kaq aromat mira, kaq pamje dhe kaq shije që ka marrë ajo. Është që ne se ka shumë element që e kalojnë përtej kësaj minimalistes që ne kemi shkruar. Vjen pak ndryshe sot. Pul aromatizuar. Shifeni, do t'i lëshoj dhe aromat e veta rozmarina. E lë pak sa këtu. Dhe e largoj. Themi ne është në nivel pak më të lartë të realizimit recetat se sa titulli. Është në një nivel titulli është shumë i thjeshtë. Titulli është i thjeshtë, pul me qull, kush e lexon dhe kush futet. Po sepse unë nuk dua t'i lodh fare anvisat, jo po me kajsi, jo po me ara. Nëse ju i keni shtoni, po normalisht për një darkë të duhur, përse jo. Shtoj sërish masën e kripës. Tani duke qenë se kjo është receta jote dhe do të jetë patjetër pjesë e librit të ardhshëm, do t'ja lëm anvisave dhe do ta mbash mend ama
Po patjetër Se sepse si janë visa do t'ja vënë emrin kësaj pule. shqyr që është e arkivuar në rreth, e kjo është. Edhe unë të harroj, nuk harroj dot normalisht, por është e arkivuar. Nëse ne ju kërkojmë se si do ta titulloni, do ta quani këtë rece, duke qenë se e ndoqëm hap pas hapi gjithë procesin e përgatitjes së saj, le ta kalojmë nga një titull minimalist pul me qull, siç mund të jetë ngatruar nga titulli ose e afërt dhe shumë e përbashkët me recetën tradicionale të pulës me qull, që e dim të gjithë, pulara, qull, vaj ulliri dhe gjalpe dhe hudhra. Tani le ta kalojmë në një nivel tjetër. Si do ta quani anvisat dhe regjia, me njëherë numrin në ekran, të na telefonojnë anvisat, i mirpresim. Si do ta quani ju dhe me këtë emër, patjetër, kjo recetë e realizuar me foton edhe me të gjithë elementët e saj, do të jetë në një të ardhme pjesë e një libri kuzhine. Kështu, tani do të bëjmë qullin, apo jo, do të shtojmë mielin. Vetëm thjesht vaj. Nuk pres të ngrohet, por e shtoj mielin e mistrit dhe mielin e grurit. I lë paksa të rehatohen, të qetësohen, me lugën e thatë, filloj dhe e përzijej. Duke lënë paksa të tillë, patjetër unë do ta ndihmoj me lëngun e mishit. Aty lëng mishi, erëzat, aromat që janë lëshuar në bashkëveprim me njëra tjetër në proces termik, pra në ngrohje. Kështu që jo vetëm me lëng mishi, por edhe me shumë aroma dhe vlera të tjera dhe shije të shtuar. Këtë këtu ja të bëhet gati edhe mielli, sepse do t'ja shtojmë ujin që të formohet qulli. Lë që të piqet, të lëshohen aromat e miellit. Po le ta lëshoj, shiko, ne do ta presim pak se i duhet ca minuta mielli të piqet. Derisa që ne do të kalojmë në reklama. Ju mos u largoni, qëndroni para ekranit, numrin shënojeni shpejt e shpejt, merreni dhe numrat që janë për të telefonuar më pas, edhe pse do ta sillim përsëri numrin, na telefononi dhe na i vendosni emrin tuaj kësaj recete. Shihemi pas pak.